bëm, tokë e kom qita. Tha, kur e kom një ty e kënu, ti ka ngë në shëkë, sa nonën ti edhe atinve. Për të thyrë si shqiptar. Vetë qështu, njeri kom shumë, bëm, tokë e kom qita, dhe qunë atë edhe s'me alti, heq. Ato, prap me alti ma shumë këtu, heq. Qa o bo, për një tjetër, kërë edhe, qa o bo, thash, më ka sho nonën, dhe ja ka sho kejtë, dhe thash e kështu që kesh një përkëthy, thash, falë për shprej, thash ti. Qeni poshtë rishit për nëj 500 euro, ti më të regon mune, a e kënë e kitë kongra atë kongë. Dhe në zorën e largun, erë një përkëthys tjetër, shtoj një djalleri, tha, më vjen kesh, tha, që ndoshta do të me përkëthy gjëra, thash, ndëgjoti. Bëj punën tonë profesionale, nëse të thomër këty thuj vrajmë, ti ja spjegon aty, ky thot kështu. Nëse ujtë thomë që unë po të vras ty, edhe pse s'kam anë, liri spjegoj aty, thash, është punë e eme çka flason. Ti është punë e jote vetëm me përkthy. Asgjë. Edhe nëse është situatë e keqe, ti s'ke të bëjsh me mua me emocionet e mia ose me jetën tema, kupton. Kështu që ai e përkthej mirë, edhe ti bi pak më fund erdhën edhe amerikanët, fal atyve, sot jam unë këtu ku jam. Sa ato morën pasandej se domthonë baza amerikane se kishte kontrollin komplet në Kosovë si ka, tani edhe bën pak shkëmbime fjalësh me rusë ta ndej kënde se i tregojmë shumë detaje, domthonë se sa është edhe shumë e jeshme, po si përfundim domthonë që domthonë edhe po që unë jetoj në Zvicër, edhe më thonë dëgjoj, ti është provokim tani kjo që bëhet nga ana jote, u që kë biri shka deri në Beograd, kështu që ne kemi ardhur me mbajt paqen këtu mes nacioneve kështu, thash po mirë, tha mundësisht në për tubimi kështu që janë të hapura që janë me nacione ndryshme, mos me këndu që mos me në hap neve probleme.